kanë qenë edhe subjekti hetimeve dhe në kaluarën. Disa prej tyre kanë qenë të arrestuar në forma të ndryshme. Shumica nga këta individ janë pjesë e rrjeteve dhe ndërkombëtare. Kemi pas një përshtypje që rrjetet e drogës nuk janë shumë të mëdha në Kosovë pas operacioneve të Sky ICC që ka tregu që është një rrjet bukur i madh, janë mbi 50 persona të arrestuar tashmë prej 2 operacioneve që janë zhvilluar gjatë vitit 2025. Çish kanë mri kaq gjatë këta persona që janë arrestuar me i mbjetu tregut në Kosovë? Shumë persona të cilat janë arrestuar përmes kësaj platforme, duke ju falendëruar normalisht bashkëpunimin ndërkombëtar që Kosova veç ka avancuar në këtë çështje, kanë qenë edhe subjekti hetimeve dhe në kaluarën. Disa prej tyre kanë qenë të arrestuar në forma të ndryshme. Natyrisht zhvillimi teknologjik, zhvillimi i aplikacioneve, platformave të reja digjitale i ka dhënë mundësi grupeve kriminale që me avancu paraprakisht në ata aspekte dhe normalisht ka pas shumë vështirësi për me kuptu sakt mënyrën se si veprojnë ato grupe apo individ brenda atyre grupeve kriminale. Shumica nga këta individ janë pjesë e rrjeteve dhe ndërkombëtare, të cilët kanë bashkëpunuar me grupe kriminale jashtë Kosovës. Natyrisht se ka qenë e vështirë, ndoshta ka qenë faktor negativ që Kosova s'ka qenë mjaftueshëm integruar në nivelin ndërkombëtar, në institucione ndërkombëtare që me pas gjitha informacionet në kohë kur ndodhen aktivitetet e drogave, sepse ne pretendojmë dhe synojmë gjithnjë tani që të kemi informacionin në kohë reale. Ndoshta pak ka pas vonesa në këtë drejtim dhe kjo ka ndikuar që mos mi pas gjitha informacionet në kohë, sido që të jetë megjithatë Kosova ka arritur me qenë partner i besueshëm në nivel ndërkombëtar dhe tani është partneritet me shumë vende, të cilat e kanë ndjek këtë dukuri dhe tani jemi në rrugë të mirë. Natyrisht janë në formë proaktive janë marrë gjitha këto reaktive, në fakt janë marrë të gjitha këto informacione, tani janë në trajtim. Ne kemi arritur që brenda vitit të arrestojmë disa persona që janë pjesë e grupeve kriminale, jo vetëm në nivel vendi, por edhe në nivel ndërkombëtar dhe rezultatet janë të prekshme tani. Në pas të analizave të juja që keni në drejtorinë e antidrogës, rrjetet e trafikut të drogës, a kanë bazën në Kosovë apo thjesht konsiderohen vetëm ndihmës të rrjeteve të Shqipërisë, Turqisë, e vendeve të tjera? Të jemi kështu real edhe gjatë punës që kemi bërë ndër vite. Nuk kemi gjetur ndonjë, nëse shikojmë në aspekt si është krimi organizuar në nivel ndërkombëtar dhe në vende të tjera. Nuk e kemi gjetur në Kosovë një grup të strukturuar në nivel hierarkik siç është në disa vende, por sido që të jetë. Individ mbas lidhjeve që kanë me grupe kriminale jashtë Kosovës, në veçanti për shembull nëse i referohemi grupeve të heroinës, kanë pas lidhjet me grupe në Turqi. Dhe grupet e heroinës në Kosovë ka pas ndoshta vetëm individ i cili ka arritur me sill drogën në Kosovë, pastaj me grupe brenda të vogla që i lidh aspekti regional apo një lidhje çfarë do të qoftë mes tyre, kanë arritur me kriju një rrjet të përbashkët edhe me transportu drogën jashtë vendit. Nuk janë kon grupet që janë shumë të forta strukturuara, por sido që të jetë për nivelin e Kosovës kanë qenë grupe të vogla por që kanë funksionuar.